Ju përshëndesim zonja dhe zotrin, ju ftojmë të na ndiqni, do të flasim për arratisjen as pak spektakolare, do të thoja të paraburgosurit Ndoci, por do të fokusohemi gjithmonë parë nga qasja ligjore dhe jo vetëm tek dështimi spektakolar i institucioneve sa i takon mos zbatimit të protokolleve të sigurisë që natyrisht janë të detyrueshme për të zbatuar. Më lejoni të prezantoj të ftuarin, megjithëse keni lexuar poshtë ekranit, kemi në lidhje të drejtë për drejtë Gülsen Zhllima, avokat, mirë se vini. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithçka ndodh në këtë vend, avokat është e predispozuar të trajtohet si një show, arratisja spektakolare, etj, ndërkohë që për këtë dështimin spektakolar të institucioneve flasim vetëm kur ka ngjarje të tilla publike. Gjithherë të tjera kalojnë në heshtje. Në gjykimin tuaj. E vërtet, dhe mos harrojmë një fakt që përgjegjësia nuk shkon atje ku duhet, po thjesht përgjegjësia kalon tek individ të cilët nuk është se janë fajtor, pra punojësve të thjesht, për shkak se nuk patën atë që duhet planin e veprimit për të marrë masa parandaluese për arratisjen. Por mos harroni edhe një fakt tjetër që duhet ta kemi në konsiderat, që gjatë gjithë kësaj kohe ka ndodhur arratisje, por edhe vrasje brenda burgjeve dhe përsëri drejtuesi i saj, që është drejtori i përgjithshëm i burgjeve, qëndron po i njëjti person. Duke qenë se nuk kanë marrë ato masa administrative disiplinore ndaj drejtuesit të përgjithshëm të burgjeve, sigurisht që ne do të jemi përsëri dëshmitar të ngjarjeve të tilla dhe po ashtu do të jemi dëshmitar të shmangjes së përgjegjësisë që institucionet duhet të kenë. Jam i bindur që për njerëzit të thjesht mund të shkoj fatura e përgjegjësisë tek personat të punojësve të burgjeve, po kjo nuk duhet të jetë e vërtetë dhe nuk duhet ta pranojmë si fakt. Mos harrojmë edhe një fakt tjetër që është akoma më rëndësishëm për shkak se janë shumë fakte të ndryshme dhe duhet i lidhim me njëra tjetrën, që një punojës i burgjeve nuk mund të bëjë 5-4 punë të njëjtën kohë. Për shkak se elementi siguri nënkupton qëndrueshmëri mbi sigurinë e personit dhe jo të bëj shumë lëvizje në momentin kur është në masat e sigurisë në kuptimin e ruajtjes dhe mbikëqyrjes së personit që ai ose ajo shoqëron. Që do të thotë, në rast se ty zotëri të kanë bërë probleme në aspektin e burimeve njerëzore, ti drejtori i burgjeve duhet komunikosh me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve që të rritet numri i punojësve në përburgje, që mos kemi problem me sigurinë e të burgosurve, si të dënuar ashtu dhe në paraburgim. Pra, duke qenë se nuk ka një iniciativë apo një vendimarrje për të rritur burimet njerëzore, sigurisht që mbetet për të parë a kemi të bëjmë një bashkëpunim të personit që është arratisur dhe në atë bashkëpunim përfshihen persona të nivelit të ulët apo të nivelit lart, dhe ajo tjetër që ne përsëri duhet të shikojmë si dëshmitar të këtyre pamjeve është që kur do të vi momenti që ministri aktual të heqë dhe të shkarkoj me njëherë drejtuesin e përgjithshëm të burgjeve. Për shkak se drejtuesi i përgjithshëm i burgjeve nuk ka marrë masa as me vrasjet në Peqin, as me vdekjet që ka ndodhur në përburgje, as për të rritur atë që ne themi burimet njerëzore në burgje, por edhe as për infrastrukturën e dur në burgje. Pra, duke qenë se nuk kanë marrë masa, do të thotë që ai gëzon një mbështetje politike. Pra, edhe të ministrit aktual, i cili çuditërisht ajo që më bëri shumë përshtypje tha, do rrisim masat e sigurisë në përburgje. Më fal, lind pyetja e thjeshtë. Ai nuk të ka ikur nga burgu, ai të ka ikur nga spitali. Pra ti bie që duhet të rrisësh masat e sigurisë në burg, në spital, jo në burg. Ndërsa në burg s'ka më qa masa ti të mbash dhe të mbrosh. E kuptoni se si duan të justifikon dështimin e sigurisë? Pra, vrasja në Rinas, largimi i personit të cilët të largohet në mënyrë të tillë në spitali, janë tregues që janë lëshuar të gjithë litaret ose më mirë të gjitha shinat, të gjitha përpjekjet ose çfarë do thuash ti në aspektin e përgjegjësisë institucionale.
Dhe ti nesër pas nesër të kërkosh llogaridhënie ndaj një personi në institucione, thënë, shiko, po edhe jashtëtit filma i kanë, ose më mirë, po shiko fajin e ka opozita se nuk është e aftë të largoj këtë qeveri edhe fajin e ka opozita. Pse nuk e largon? Sepse opozita nuk bashkëpunon me bandat që bashkëpunon pushteti aktual. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Edhe për këtë jam i bindur që mund të thënë që fajin e ka opozita, për shkak se opozita nuk ka bërë detyrat e saj. Por kurse si nuk e ka fajin drejtori i përgjithshëm i burgjeve, drejtori i burgut të Durrësit, ministri politik që ka në varësi drejtorinë e burgjeve. Prandaj, ajo që në mbetet për të parë është që kujt do t'i jepet përgjegjësia. Zhllima, dhe në fakt Këshilli i Europës dhe njësër organizatash të rëndësishme ndërkombëtare kanë nënvizuar disa herë këtë problematik për kushtet papërshtatshme mbi popullimi e tjerë përpos këtyre problemeve të tjera që sapo diskutuam së bashku. Edhe si kemi parë të shqetësohen asnjëherë, siç e thatë ju, as ministri i drejtësisë, po as kryeministri, ka folur vetëm në periudhën e Erion Veliaj, të mos gaboj, në paraburgim. U kujtua ta lexoj këtë raportin e Këshillit të Europës dhe kemi mbetur po aty. Pyetja është, kush i ka penguar të arrisin sigurinë në burgje, jashtë burgjeve, të përmirësoj në kushtet për të burgosurit e tjerë. Ju jo më largë se dje keni mbajtur një komunikim publik me qytetarët kur flisnit për kushte paraburgimi jashtë standardit ligjor dhe human, dhe i referoheshit ish presidentit të Republikës, ish kryeministrit, kreut aktual të një force politike opozitare. Që ndodh me një qytetar të thjesht kur ish presidenti i Republikës ka probleme të tilla? Thjesht të bëjmë një krahasim midis presidentit të Republikës dhe personi që është arratisur. Presidenti i Republikës, kur vjen në seancën kur kemi seancës paraprake, kur kalon nga 313 dhe shkon drejt gjykatës, ka një tunel dhe i vendosin prangat. Pra, është i rrethuar, por është i vendosin prangat për shkak se bën atë lëvizje nga 313 te gjykata. Dhe i vendosin pranga. Ndërsa ky personi që u arratis ishte edhe pa pranga dhe s'ishte ndonjëherë president republike. Pra, ti presidentin e Republikës i vendos pranga, ndërsa këti që dyshon që ka bërë një veprimtari kriminale, dyshon, nuk i vendos prangat. Tani, populli kënaqet që politikanëve i vendosin prangat. Po për këtë person që nuk i kanë vendosur prangat, kujt i është pengmarrës ky? Zhllima, avokat, jo të gjithëve ju janë vendosur prangat, se edhe Velia i zbriti nga zyra pa pranga, kështu që... Po atje ishte kur nuk ishte vendos masë e sigurisë, ndërsa tek rasti zotit Meta jemi në ekzekutim e sipër të një masë sigurie, ndërsa aty ishte në momentin kur ti shoqëroi, ndërsa te pjesa tjetër që zoti Meta u arrestua në mënyrë brutale, duke dhënë një imazh shumë të keq se si trajtojnë njerëz të cilët kanë shërbyer nga 1992 në vazhdim shtetin shqiptar, sigurisht ajo ka të bëjë me mënyrën e sjelljes, pra në mënyrën arbute që sillen ata të cilët punojnë sot në një dikaster. Për shembull, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit kuptohet që është militant partie, ndërsa drejtori i përgjithshëm i burgjeve kuptohet që është militant partie. Pse? Sepse fotot e tyre në kuptime të ndryshme se si ata veprojnë në veprimtarinë e tyre administrative, kuptohet që nuk i shërben shtetit së drejtës, po i shërben asaj që zoti Rama ka thonë burg. Dhe prandaj unë kam thënë edhe te televizioni juaj, fjalia e zotit Rama për çdo gjë burg për të tjerë, dhe ajo që më thatë ju e kuptova dhe e kuptoj pyetjen tuaj që ose më mirë parashtrimin tuaj që zoti Rama u shqetësuar për rastin e zotit Veliaj. Tani unë e kuptoj që kjo ishte një rast qesharak që zoti Rama bëri. Këshillit e Europës thash se edhe për rastin e zotit Veliaj, po edhe në rastin e Këshillit të Europës, kjo është një mesazh qesharak se zoti Rama u zgju në 2025 të na thotë ne për vendimet e Këshillit të Europës, ku ndërkohë e din shumë mirë që vetë ai ka artikuluar për çdo reformë që ka bërë burg për të gjithë të tjerët, ndërsa jo për veten e tij. Por duhet kemi parasysh edhe diçka. Sot kemi një fakt konkret që një park nuk ekziston, që është në Qafzot, një inqerator nuk ekziston që është në Tiranë,
Pra, janë disa fakte të cilët zoti Rama duhet ta kishin shqetësuar më përpara dhe jo tani. Dhe tani zoti Rama flet për raport të Këshillit të Europës, flet sepse në ato momente kur zoti Rama i dha zotit të Dumani shpatën, mendoi se ka vetëm për atë rast. Pra, mbush fugoni me Berishën dhe Metën, futi në burg që populli të kënaqet, zbaton në mënyrë të rrept masat e sigurisë dhe përveç kësaj për rastin e zotit Meta të them edhe një fakt tjetër që ai aerosje ka një herë në ditë nga 2 orë, ndërkohë të tjerët kanë më shumë se 2 orë, edhe më shumë lëvizje. Pra e kuptoni në cilën formë mbahet një ish president i cili në fund fare akuzohet për vepra penale të ngjashme të Berishës. Pse Berisha për shembull që ka jashtë sot dhe Meta është brenda? Pse te Berisha për shembull masat e sigurisë ndaj të panderut ose bashkëpanderut të tjerë janë detyrim paraqitje dhe te zoti Meta të gjithë të tjerët janë detyrim paraqitje dhe vetëm zoti Meta është në burg. Pra, kuptohet qartazi që raporti që zoti Rama duhet kishte përcjell tek populli shqiptar nuk duhet të ishte kur erdhi spaku i partisë tek oborri i qeverisë, por duhet të ishte zgjuar dhe më përpara duke thënë që më fal, këtu mund të kemi një procedim penal, por ish aleati im politik ndodhet në këto kushte ku unë jam kryeministër, pavarësisht se unë kam kundërshtim me të politikisht, por nuk mund të mbahet ai arrest në burg kur të gjithë këta bëjnë turistin jashtë. Tjetra bën opinionisten, atë ai tjetri ka biznesmen dhe me leje ndërtimit të rasti Berishës. Është me lajthit këtu. Pra, Rama na përmend Këshillin e Europës kur diçka nuk po shkon mirë tek rrethi i tij, ose bën viktime përpara rrethit të tij që të thotë shiko unë nuk e komandoj. Nuk e di, isha dha gabofsha. Por ne e dim shumë mirë që zjuarësia ka një diferencë shumë të madhe nga dinakria. Dinaku nuk është i zgjut. I zgjuti është i zgjut. Pra, në rast se bëjmë një krahasim të qartë, kuptohet që në disa raste dinakria të jep ty një akses të ecësh përpara, por në fund fare shkon edhe bie vetë te gropa të cilën ti e ke ndërtuar për tjetrin dhe në fund fare të thith edhe ty. Ndërsa zjuarësia ka element më të bukur dhe më përparues në kuptimin e asaj që ka vazhdimsi edhe nuk kthehesh më pas. Prandaj ose nuk bie në kontradikt me ato të cilët ti ke thonë edhe ke vepruar, pra me teorinë edhe veprimin. Prandaj do të them që raporti i zotit Rama është kontradiktor edhe avokat, që të kuptojmë më tepër, pra ligji thoni ju mund të përdoret edhe me zgjuarsi edhe me dinakëri? Jo, unë thash për zotin Rama, i cili ka përdorur e thënjet e tij publike dhe me dinakri, ose më mirë, me dinakri, por jo me zgjuarsi, sepse krahasova Dinaku bën gropën për tjetrin dhe mendon se nuk është pjesë e gropës që futet vetë. Ndërsa ai që është i zgjut ka përparim, pra nuk është kthehet mbrapsht dhe nuk bie në kontradikt me ato të cilët thot teorikisht dhe praktikisht. Pra ka një koherencë. Pra nuk mundesh ti si një person i cili mund të quhesh i zgjut të thuash unë i dhash spatën Altin Dumanin, unë bëra këtë, unë bëra reformë, unë bëra këtë, dhe ndërkohë që pak momente para se të ndodhte diçka brenda oborrit atë qeveritar, thua masat e sigurisë, kur ndërkohë ky një javë parë thoshte burg për të gjithë të tjerët dhe sot thot jo, kjo nuk është reforma që do, kjo është reformë fëminore. Po më fal, lind pyetje e thjesht, nuk mund ta quash ti reformë fëminore kur këta që ti mi thua të pastër të gjelbruar, mirë kanë kaluar nga komisioni që ti vetë ke ndërtuar me militantët e tu që kanë sot i ke dhe deputet, e disa i ke vendosur në institucione shtetërore. Mirë, dhe përveç kësaj, ata janë pjesë e sistemit të mëparshëm të drejtësisë. Pra, kupse Altin Dumani nga vjen nga hëna dhe zbret në tokë dhe thotë erdha unë, pa Arben Kraja, është në kohën e komunizmit dhe deri më sot. Po Sotir Klapi nga vjen, a vjen nga Pogradeci dhe ka ardhur në Tiranë. Po këta të tjerë, po Irena Gjoka, a vinte nga Fieri dhe ke në Tiranë. Nga vin këta. Pra nga sistemi mëparshëm, si më thënë mua këta që kanë të ndriçuar dhe pas ka bërë reformën të pa imagjinueshme për ne. Edhe çuditshme, dikush është këtu. Rasti Berishës, masa e sigurisë e vendos Irena Gjoka. Rasti i Metës për seancën paraprake Irena Gjoka.
rasti Ahmetaj, Irena Gjoka, rasti Gërdeci, Irena mirë, Gjoka. pse ka, Po mirë më vëllai. Si ka mundësi më? Ka që prishur që ka i shorti i prokurorisë së posaçme dhe shorti i gjykatës së posaçme. Pra, mund të jemi qesharak, po nuk mund të jemi qesharak në mënyrë të vazhdueshëm. Kërkon dhe pak seriozitet. Prandaj ju them që Irena fryma Gjoka ndaj të cilës ka disa akuza publike, të dokumentuara, kështu që nuk po flasim thjesht dhe vetëm për inteligjencë apo dinakëri të shortit, që është gjithmonë zonja në fjalë. Prandaj unë përmenda dinakrin edhe zjuarsin, edhe sigurisht që edhe ndonjëherë shorti ka edhe dinakri dhe zjuarsi, por mendoj se në këtë fazë jemi në pjesën e dinakris. Por ajo që unë do të citoj te ky edhe kjo pjesa është që është shumë e tmerrshme, si ka mundësi në një reformë të re drejtësie, personi i cili është aktualisht në detyrë, zonja Irena Gjoka, është e kallëzuar dhe është hetuar nga institucioni që heton pra zyrtarët e lartë dhe ajo jep vendimarrje. Tani, ky person është i qetë lind pyetja kur merr vendimarrje apo është noter? Edhe unë ja them me plot bindje dhe nuk po ja them sot që unë kam mbroj zotin Meta. Unë e kam thënë këtë edhe më përpara tek ju, edhe vazhdoj ta them që zonja në fjalë është notere dhe si notere gjyqësore vazhdon për shkak se ka hallin e vet. Do më thot dikush, ajo mund ta zgjidhë hallin e vet. Por unë po ju them, në këto kushte që jemi, ajo është në konflikt të hapur interesi. Sepse ti nuk mund të marrësh një vendimarrje për zotin Berisha, për zotin Meta, kur ty këta të dy, si lider të opozitës, të kanë goditur politikisht, jo pa prova, po me prova. Dhe nuk mundesh ti të dëmtosh interesat e shtetit, duke vendosur njerëzit në burg për hallin tënd, dhe përveç kësaj që nesër këta individ në gjykatat e huaja të marrin dërshpërblim. Më fal, po të normojmë një ligj, në rast se do bëhet një ndërhyrje për masat e sigurisë, gjykatësi, prokurori që ka vendosur masat e sigurisë, në rast se gjykatat europiane dhe jo shqiptare, se ju e dini shumë mirë që kolegji penal i partisë është bërë kolegji i perceptimit publik. Pra, është Ilir Panda aty ish ministër socialist, dhe kupton është me formë vete, edhe që thënë tjerët është reforma në drejtësi. Ora ky ka qenë politikan, nuk ka qenë ndaj një personi i cili vjen direkt drejt për së drejti nga fusha e shkencës. Pra ky person ka brenda në qelizat e tij parime politike, pra partjake. Dhe kjo nuk quhet reforma e re në drejtësi. Kjo quhet që ai në perceptim publik i do të kalë për gjithë. Dhe çuditërisht tek ai bjen Ilir Meta, Sali Berisha. Çuditërisht tek ai bien të gjithë ata të cilët janë kundërshtar sot të Edi Ramës. Lind pyetja, pra do thot, pse duhet të ndodh kjo gjë? Pse? Pra, do të thot që diçka ka këtu brenda. Dhe jo raporti që thot zoti Rama, jo raporti X e këto me radhë. Këto janë thjesht për të kënaqur ata militantë të cilët akoma besojmë që fajin e ka Saliu dhe Ilir Meta në këtë vend, ndërkohë këtu është bërë nami me korrupsionin, sepse çdo gjë që hapet në ai puset që hapet, del korrupsioni aty në shesh dhe dalin në SHPK sikur janë cigare apo sikur janë gjëra të cilët dalin në mënyrë të menjëhershme. Pra, do thotë që mënyra se si zoti Rama tregohet përpara opinionit publik, shiko masat e sigurisë, arrest në burg, duhet të thot njëherë të qytetarët shqiptar, pse frymëzon veta i politikisht antarët e vetë të partisë, dhe kush janë antarët e tij të partisë? Antarët e SPAK-ut. Ti jemi realist, pse? Po zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste, zoti Dumani ishte ai i cili e bëri fakt konkret. Çfarë do të thotë? Arrestoi zotin Berisha, arrestoi zotin Meta, procedoi zotin Ahmetaj, procedoi zotin Ilir Beqaj, procedoi zotin Erion Veliaj. Po ju mendoni se është drejtësi e pavarur? Ju jap dy fakte konkrete. Fakti i parë është me votat e Partisë Socialiste, kallëzuesi ndaj zotit Ilir Beqaj, çfarë ndodh? Kallëzuesi u bë avokati popullit. Pra, ti kur thua
që jam krenar për sterilizimin. Dhe ministrin e mbaj aty dhe thoje ti mos u godit nga akuzat sepse ti je i ndershëm dhe ti nuk e vjedhur. Ti shko dhe vendos një person që e thoshte Hajdut Ilir Beqen nga mjes deri darkë në çdo televizion. Dhe kemi aty të regjistruar. Pra, do të thotë që ti bie në kontradikt me ato që ke thonë. Pra do thotë, o Ilir Beqa është arrestuar nga një SPAK i pavarur, ku ndërkohë ti SPAK-ën ja ke dhënë Altin Dumanit, ose ti je tallu gjithsej kohë edhe me popullin edhe me Ilir Beqajn. Po ky nuk është mesazh për një qytetar që nuk është rreth i Partisë Socialiste. Ky është mesazh për socialistët që shiko Beqajn, kujdes ti me radhë që mund të keni radhë të SPAK-u. Pra, duke e marrë këtë si një referencë të përgjithshëm, kuptoj edhe te rasti zotit Veliaj. Kur e kuptoi zoti Rama që për zoti Veliaj masa e tij arrest në burg është një masë ekstreme? Po zoti Rama mblodhi të gjithë punojësit të bashkisë para zgjedhjeve dhe i tha guxo dikush të dali për Veliaj, edhe ai qëndisun. Qartë, zhëllima që ti kthehemi sërish. Besoj, u kuptova, s'ka nevojë tani ta analizoj më shumë, se ndonjëherë disa gjëra mos t'i çojmë deri në fund, se s'ka kuptim. Edhe të vendosim edhe dëgjuesin në aspektin kritik që edhe ai të më sulmojë, të më thotë çfarë thot ky, qeni Saliu, qeni Iliri, pra që ka dhe Iliri, të kupton, pra të japim një mesazh tek njerëzit që shikoni se si ju a ka bërë Edi Rama juve që keni punuar me te, se s'ka që t'i bëj atij tjetrit. Ne po përpiqemi të flasim nga qasja ligjore, njerëzore, humane. Po patjetër, atë flasim, ajo flasim, sepse si qytetar natyrisht edhe nga petku i profesionit që kemi zgjedhur. Pastaj qytetarët të arsyetojnë, edhe kjo duhet shërbej si një thirrje publike se shumë prej tyre janë dembele dhe nuk mendojnë dhe nuk arsyetojnë ndonjëherë, se i marrin të gatshme mendimet edhe arsyetimet. Kështu që jo, e di do jo tani, jam dakord me ju për këtë gjë, po dua të shtoj edhe diçka tjetër. Zhëllima, e di çfarë po mendoja në momentin kur shikoja momentin e arratisjes së ndodhësit, po si ka mundësi një i paraburgosur, cilësuar me rrezikshmëri të lartë nga SPAK-u, del nga furgoni pa pranga, ndërkohë që një zonjë moshuar në rrugë që shet 2 tufa majdanoz i mësyn nga 2-3 furgon me polici duke dhunuar e duke tërhequr zvarret herë. Do me thënë, jetojmë në një vend të çuditërave të tmerrshme. Sepse shteti kur do me të rjep, thot që kemi një platformë, një politik, një program shtetëror dhe të bën moralin. Ti s'pagon ujë, po kush është ai tjetri të pagoj ujë? Ti ke ndërtuar pa leje, po ai tjetri që ka ndërtuar me leje. Pra të bën këto veprime të cilët të sjellin në një situatë reflektimi dhe ndërgjegje. Po kjo nuk është e vërtetë. Pse? Kur unë edhe ti paguajmë taksa, ai te qafzotaj që është një livadh nuk pagon taksa. A ka një diskriminim këtu? Pra këtu kemi të bëjmë me 2 politika të ndryshme nga e njëjta parti që është Partia Socialiste në pushtet. Çfarë? Ai qafzotaj nuk do pagoj kur taks ndaj këtij vendit, ndërsa ti dhe unë do pagojmë taks nga mes deri në darkë, me mëshirë pa mëshirë. Dhe kur nuk do pagojmë do merren masa administrative penale për të na kalbur në burg. Ashtu ndodh edhe për ju shikoni rastin më konkret. Unë shikoj disa punojës policie që me etje, dashuri ndaj partisë, jo atë dheu, të kupton se 2 profesione ose shërbime e një vendit që e caktojnë një vend, kanë respekt ndaj flamurit që është policia e shtetit dhe ushtria. Disiplina e një ushtarakët dhe policisë të dojë dhe të dashuroj flamurit kombëtar. Dhe që duhet jenë të depolitizuar, Nuk ka rëndësi, po dihet tani që nëpërmjet partisë futen në punë, nuk ka rëndësi kjo, por rëndësi ka kjo gjë, që të paktën partinë leje me një anë kur ti duhet të shërbesh ndaj atë dheut. Dhe çfarë duhet të them në këtë rast? Ne kemi parë vazhdimisht që një qytetar që proteston merret me 20 punojës. Zhëllima, si ta lën partinë Mënjan, ku vetë kryeministri gjatë fushatës elektorale i thoshte hiqni kapele dhe dilni mblidhni vota. Jam dakord, po është një fakt konkret ky që na tregoi qartë edhe diçka tjetër. Zoti
Veliu mos gaboj, ka qenë punojës policie, drejtor policie, pasi iku nga drejtor policie, vajte do bë zëvendës ministri energjetikës. Në atë momente ju kuptuat që ky person i pa varur, i pa anshur kështu me radhë, shkoi dhe u atashuar pranë partie politike dhe aty ti në çdo veprim që ai bënte gjatë kohës kur ishte drejtori i policisë, të jepte dyshimin që ky është i partisë. Pra, në këtë aspekt ju jap një fakt tjetër që ai tani pëtuti quhet një punojës partie. Pse? Sepse nuk ka lidhje më me atë që ne themi pavarësinë e ushtrimit të detyrës, duke i nënshtruar shtetit, po jo politikës së partisë. Dhe pastaj, pasi shku nga ministër i zëvendës ministër, ai u bë kontrolluesit e punojësve të policisë dhe në varësi të kryeministrit. Pa e kuptoni në çfarë situatë jemi që policia e shtetit është shndëruar si polici private e Partisë Socialiste. Dhe prandaj ju them, janë dy politika krejt të ndryshme. Politika shtetërore që thot të gjithë duhet të paguajmë taksa, ndërsa politika private e një grupi interesit rreth oborit qeveritar thot, ata le të paguajnë taksa, ndërsa ju nuk keni pse të paguani taksa për shkak se ju mbroni interesin tim që unë të jem jo me 83 mandate, po me 100 mandate në 2029. Pra çfarë? Është treguesi i qartë se si një person organizon shtetin për i përfitimet e tija. Dhe ky është një mesazh i qartë për oligarkët ose për pushtetin ekonomik që mendon se Rama nuk rrëzohet. Lind pyetje e thjeshtë. Televizionet të gjitha paguajnë taksa. Pse nuk shkojnë televizionet të bëjnë një livall i veçantë ndaj pushtetit që të marri pushteti dhe mos paguajnë taksa? Pse për këta të tjerë nuk duhet paguajnë taksa, ndërsa ne të gjithë nga mjesi deri në targ duhet paguajnë taksa? Dhe pse në rastin e arratisit të këtij personit drejtori ose ministri thot do marrim masa në përburgje, kundërkohë ty të ka ikë nga spitali? Pra e kuptoni në cilën situatë jemi? Në një situatë e paqartë, e qëllim që njerëzit mos kenë mundësi të krahasojnë, të bëjnë një krahasim midis logjikës dhe jo ajo që është e logjikshme. Prandaj sot jemi në një situatë ku të gjithë jemi të rrezikuar, ndërsa ai që nuk është i rrezikuar dhe do jetë viktimë kësaj radhe është Zoti Rama, i cili do të thotë fajin e kanë të tjerë, jo unë. Po ndërkohë personat që ai sot ka vendosur në krye të institucioneve përkatëse janë sipas përzgjedhjes së tij. Qartë Zhullima. Të falenderojmë. Jemi në fund, ju falenderojmë shumë për bashkëbisedimin e radhës. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Me avokatin Gylsen Zhullima folëm jo vetëm për arratisjen e të paraburgosurit, por edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë jo vetëm me sigurinë në burgje, por edhe për sigurinë, rendin publik, por edhe me problematika të tjera që lidhen me kushtet të paraburgimit apo burgjeve në Shqipëri. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendje.